erdha këtu për t'i dhënë lamtumirën Bacës Haxhi, me respektin e thellë për këtë familje të njësuar me historinë e Kosovës, falnjërit prej djemve të tij Hashimit, po edhe të vllazëruar me familjen time përmes Hashimit. Kjo është një ditë e trishtuar. Dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me ty, Nana Hyr, jo në këmbë të Edit, po në radhë të parë sepse e di mirë se çfarë do të thotë të jesh prind i një politikani e posaçërisht nëna e një politikani. E kam përjetuar pranë nënës së Edit. Dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me të gjithë familjen tuaj, të cilës sot i mungojnë 2 burra. E di dhe më mirë se çfarë do të thotë të jesh bashortja e një politikani. Aq më tepër e një udhëheqësi. Aty ku fryn dhe nuk pushojnë erërat e forta. E përjetoj çdo ditë. Po çka nuk di dot fare në këtë ditë kaq të trishtuar, është se çdo të thotë të kesh fëmijën me pushkë në dorë, duke luftuar në përmale, apo rob të atë dhe dashurisë së veti ku lart në një vend, pa qiell e për askush nuk e di se sa kohë. Duhet të jetë një ankth i pambarimt. Ndaj nuk më mbajti dot vendi atje në Tiranë, po desha të jem këtu sot, pra nënës dhe gruas së Hashimit. Nënës dhe bashortes së komandantit, siç i thrasim gjithnjë dhe në shtëpi, i cili në këtë ditë ndarjeje të dhimbshme duhet të vijojë të jetë larg në luftë. Nuk besoj se një mungesë mund të jetë dot kaq herë më e madhe se sa prania në një ditë si kjo. E prandaj ajo rezaton shumë përtej këtyre mureve, si një këmban kujtese për dhimbjen e 10 mijëra prindërve dhe grave të kësaj toke, por edhe sakrificën e krejt popullit të Kosovës për ta paguar çmimin e lartë të lirisë. Të qoftë i lehtë dheu Baca Haxhi. Zonja dhe zotrinj, kësaj mbledhje komemorative